Po e shohim kështu edhe temperaturat edhe grafikat sa i përket vendit tonë, edhe që muti për ditën e sotme nuk është që pas mirë rrezë dielli në disa prej vendeve për dallim prej asaj ditës së djeshme, të cilën i pam në disa vende që ka rrezë dielli, sot pas kemi vetëm vronësira dhe gjatë ditës pritet edhe rishje shiu, pasi që gjatë edhe dje diskutova që do të kemi rishje shiu, e sidomos në Pej besoj që do të ketë rishje shiu kështu gjatë ditës. Po e shoh në Mitrovic ku temperatura maksimale gjatë ditës do të arrijë në 18 gradë Celsius, në Prishtinë 20, në Gjilan 20, në Ferizaj 21, në Prizren fakt 23, në Gjakov 22 dhe në Pej 19 gradë Celsius. Do të arrijnë temperaturat maksimale sa i përket vendit tonë kështu, ndërsa sa i përket temperaturave minimale, po shpresoj që nuk kemi temperatura të ulta, sepse mëngjes kultura nuk është që ke ndonjë temperaturë kështu të ftoftë që me pas atë ftoftë që kemi pas këto javë që kemi lanë pas. Mirë po e shohim që tashmë temperaturat janë në ngritje dhe ato minimale, ku po e fillojmë me Mitrovicë që temperatura minimale është 10, në Prishtinë është 10, në Gjilan 11, në Ferizaj 9, në Prizren 10, në Gjakov 11 dhe Peja temperatura minimale ka 9 gradë Celsius. Gjakova dhe Gjilani me temperaturat minimale janë ato të cilat janë më të larta, ndërsa sa i përket maksimales gjatë ditës së sotme, temperaturën maksimale po besoj do e ketë Prizreni, kështu që po besoj që do të kemi temperatura mjaft të ngrëta, të cilat kanë të bëjnë sot me vendin tonë, ku po e shohim ato te grafika, që në Prizren temperatura maksimale gjatë ditës do të arrijë në 23 gradë Celsius. Hajde e shohim Shqipërinë, edhe të shohim se çfarë temperatura kemi në Shqipëri. A kemi pak rrezë dielli, po më duket që as në Shqipëri nuk kemi rrezë dielli, përveç Shkodrës, të cilën e kemi pak me rrezet e diellit. Po filloj kështu me temperaturat, ku temperatura minimale në Shkodër është 14, ndërkaq maksimale do të arrijë në 19 gradë Celsius. Kuksi temperatura minimale ka 10 gradë, ndërkaq maksimale do të arrijë në 21 gradë Celsius. Lezhë temperatura minimale ka 14, ndërkaq maksimale do të jetë 20 gradë Celsius. Në Durrës, në Diber fakt, temperatura minimale është 10, edhe maksimale do të jetë 22. Në Durrës temperatura minimale është 14 gradë, ndërkaq maksimale do të arrijë në 20 gradë Celsius. Tiranën po ashtu e kemi me temperaturën kërkoj fale, minimale 14 gradë, ndërkaq maksimale do të arrijë deri në 22 gradë Celsius. Elbasani temperatura minimale do të jetë 12, ndërkaq maksimale do të arrijë në 23. Vlora temperatura minimale 15, 22 do të jetë më larta. Në Kurç temperatura minimale 9 gradë, maksimale 20. Në Gjirokastër po ashtu do të jetë e njëjta, minimale 9 gradë, ndërkaq maksimale 20 gradë. Saranda temperatura minimale ka 15, ndërkaq maksimale 21. Sa i përket temperaturave minimale, më të lartën do e ketë Vlora me 16 gradë, ndërkaq më e larta sa i përket ditës prej temperaturave maksimale do të ketë Elbasani me 23 gradë Celsius. Temperatura kështu mjaft të ngrata sa i përket Shqipërisë, mirë po me vronësira edhe në disa prej vendeve po e shohim që do të ketë edhe rishje shiu. Hajde shkojmë e shohim Maqedoninë e Veriut, edhe të shohim se çfarë temperatura kemi atje. Më duket si në Kosovë, si në Shqipëri, si në Maqedoni të Veriut, momenti që veç e fillojmë me Kosovën me mot jo mjaft të ngratë, edhe këto dy vende pasojnë me temperatura të njëjta. Po e shohim shumë Maqedoninë e Veriut, edhe po e filloj me Tetovën, ku temperatura minimale do të jetë 11, ndërkaq maksimale gjatë ditës do të arrijë deri në 21 gradë Celsius. Kumanova temperatura minimale është 13, ndërkaq maksimale do të arrijë deri në 22 gradë Celsius. Në Strug temperatura minimale është 9 gradë, 18 do të jetë maksimale. Në Kostivar temperatura minimale është 10 gradë, ndërkaq maksimale do të arrijë në 23 gradë Celsius. Shkupim pashtu e kemi temperaturën me 12 gradë minimale, e 22 do të jetë maksimale. Temperaturën më të lartë e shënën Kostivari, ku do të jetë 23 gradë gjatë ditës së sotme. Pavarësisht kështu vronësinat që po i shohim, pavarësisht që nuk po i shohim ato rrezet e diellit pak më na pruni buzëqeshje në ngrohtësi, se e dim që mund të pak ndikon në gjendjen emocionale, pavarësisht prap kemi temperatura kështu të larta deri në 23 gradë Celsius, nuk kemi temperatura të ulta.
A të shkojmë shohim Evropën, të shohim sa ka ndryshim një lloj sikur në Kosovë, në Shqipëri, Maqedoni, edhe të shohim edhe në Evropë. Po edhe në Evropë pas në fakt situatën pak të njëjtë, përveç disa vendeve të cilat po i shohim me rrezë dielli, edhe ato që pas kanë temperatura të larta, po e filloj kështu me Athinën ku temperatura minimale është 16 e ndërkaq maksimale 22. Në Varshavë temperatura minimale është 8 gradë, maksimale 17, në Rom temperatura minimale 11 e 15 maksimale. Dublini 2 minimale, 7 është maksimale. Në Londër temperatura minimale është 3 gradë, 8 do të jetë gjatë ditës, maksimale. Në Lisbon temperatura minimale 11 e ndërkaq maksimale 15. Madridi 5 gradë ka minimale, maksimale do të arrijë deri në 12, të njëjtën temperaturë ka dhe Gjeneva, 5 minimale dhe 12 maksimale. Parisin e thamë që do të ketë temperaturën 3 edhe 8 do të jetë maksimale. Brukseli temperatura minimale ka 0 gradë, e ndërkaq maksimale do të arrijë deri në 8 gradë Celsius. Zagrebin e kemi temperaturën 10 gradë, minimalen e ndërkaq do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Prishtinë, Shkupin dhe Tiranën veç i përmenda, ndërsa vendet e tjera tashmë po i shohim që kanë temperatura mjaft të ulta. Edhe nuk është një më të ngrënë sa i përket kështu vendi tonë, sidomos temperaturat të cilet i patëm 20 gradë, janë temperatura pak më të ulta përveç Zagrebit, i cili pat deri në 20 gradë Celsius, mos gabohem. Mirë. Shkojmë për shohim edhe Prishtinën në 3 ditët e ardhshme, edhe të shohim se çfarë muti do të kemi në Prishtinë në 3 ditët e ardhshme, do të dalë dielli kështu, do të kemi rrezë dielli apo do të kemi vranësira. Mirë, po e shohim që temperaturat po ndryshojnë, edhe po më duket që wikendi po e nisëm mbar me temperaturë kaq të lartë, edhe që po e filloj me 13 mars, e që po i ditë e ejte do të ketë temperaturën minimale 6 gradë, e ndërkaq maksimale do të jetë 19 gradë Celsius. Me 14 mars e premte, ditë e premte, temperatura minimale është 11, ndërkaq maksimale 22. E me 15 mars, në ditën e shtunë, temperatura minimale është 9 gradë, e ndërkaq maksimale do të arrijë në 24 gradë Celsius. Vikendi po e filloj me një temperaturë të lartë, por mbi gjitha mos harrojmë se pasim ato vronësirat pak një ajër jo mjaft i ngrënë, pasim ato frymat e cilave që ndodhë në muajin e marsit, edhe tashmë jemi gati në prag të pranverës, në ndryshimin e stinës, duke dalë prej dimrit në pranverë kështu. Për një kohë shumë gjatë, që më duket dimri është shumë i gjatë, apo artë. A duket edhe ty, a veç mu? E vërtet do një ta dimri është goxha i gjatë, kështu dhe zakonisht është diskutuar, është stërdiskutuar për to çështjet e temperaturave. Shpesh kanë thënë që ndoshta edhe i kanë përzi ashtu stin, se ka fillu ma vonë pranvera, pastaj është ty edhe dimri. Po që shpresojmë që këtë radhë nuk do t'jetë dimri i gjatë, edhe siç duket vetë se kanë filluar këto temperaturat e ngrëta dhe mos të pranim. Son për vetë jam adhuruese e motit ngrëtë. Apo? Edhe pse në fakt mu këtë vit pak më ka mungu bora, se s'kena pas shumë borë që nga mësu me pa. Jo, s'kemi pas. Kemi pas shumë pak. Shumë pak kemi pas krahas viteve të tjera. Do 2-3 ditë edhe është shkria e bora edhe kemi pas shumë pak. Kove, realisht krahas kove tjera, po që fatmirë, për qefin tam u kon kjo. Jo, për qefin tënd e pas moti si vjen. Ka qenë kohë shumë